Një farë kontradiktë se njëherë ta kemi bo pa di, e më pas ata kena marrë vendim me bo pa di, tash unë kom humb besimin sepse po pranoj në gjysmë të vërteta. Kështu ka ndodhur. Shtrit më të mëdhej gjysmë të vërtetave në Kosovë, janë lëvizjeve të vendosje, unë kom besu që ky se ka marrë këtë mësim. Ku ka dhënë leje ndërtimin komunën e Gjakovës. Po s'ka dhe për zonën e lirë ekonomike, dhe kur pashëm po merremi me Gjinin. Për besun me Arjan Gjinin kom pi kafe, besoj pi prap individualisht. Problemin e kam me problemet që i ka shkaktuar. Jo, ti ki pi. Jo gjatë fushatës, po kemi pi edhe më herët, po kjo është temë triviale. Po du me me shkput personalin prej problemeve të menaxhimit dhe qeverisjes së tij. Ta kemi të qartë, kështu po flasim. Nuk kam informat që Ministria e Mjedisit ka dhënë leje bile në mënyrë të detyrueshme, që është të po shpjegon në zoti Gjini, se kisha përshtypjen një farë kontradiktë se njëherë ta kemi bo pa di, e më pas ata kena marrë vendim me bo pa di, tash është vendim a kanë bo, unë nuk e di. Po si do që tjetë, pak e shkuptime, po kur po flet zoti Gjini për nivelin qendror, përbes pak unë kom humb besimin sepse po pranoj në gjysmë të vërteta. Kështu ka ndodhur edhe me zonën e lirë amerikane, e më pastaj këtë raportimi dhe këtë çështja për këtë problem ishte ndryshe prej asaj që e ka raportuar. Faleminderit koha. Për këto duhet me verifiku, po nuk po përdor telefonin se më akuzoni pastaj folni me ministrat. Shikoni, mjeshtrit më të mëdhej gjysmë të vërtetave në Kosovë, janë lëvizjeve të vendosje, unë kom besu që ky se ka marrë këtë mësim. 50 hektar për zonë ekonomike për cilën po flet ti. Komuna Gjakovës ka marrë vendim me i shpronsu në vitin 2020. Prej vitit 2021 janë në tavolinë qeverisë Kosovës edhe nuk na thojnë as po as jo, na kanë ngri projektin. Qeso për gjysmë të vërtet. Për ndryshe, po thuni që ka ndodh. Jo, nuk ka ndodh, janë të ndodh se që t'javë na kanë ardhur edhe 3 urdhnesa për mi u dhon leje operatorëve për me ndërtu ku nuk bën me ndërtu. Edhe kom me i publiku krejt vendimet, edhe keni me pa ku ka dhënë leje ndërtimin komunën e Gjakovës. Po s'ka me ndodh mo, se na duhet me shku në gjyq, nuk kemi rrugë tjetër, për po se mi u drejtu gjyqit edhe me i thonë a penalni këtë te mo, se nuk është përgjegjë se Ministria e Mjedisit për me dhënë leje mo në për komunat Kosovës, se gjithë kun jep. Kola? Kështu fliste edhe për zonën e lirë ekonomike, dhe kur pashëm pastaj bëj fjalë për 500 hektar tokë bujqësore në komasacion që nuk guxon me u lëviz për shkak se ato toka po përdoren për subvencionin nga bujqësia. Dhe ka ndodhur një shpërndim krejtësisht arbitrar, i cili më pastaj është përcjellur me një mëri problemesh tjera procedurale. Pra, mënyra se si janë marrë vendimet për shpërndim të këtyre tokave, edhe për këtë 50 hektarë të tjerë kanë qenë komplet, më thonë, jashtë procedurale. Kështu që nga ajo çfarë unë kam pa, nuk është plotsu asnjë kusht elementar prej 12 kushteve procedurale për të ju thash që janë mjeshtër gjysmë të vërtetave, po ju them edhe këtë. Jam të fol për 2 çështje të ndryshme që ky me qëllimin ngatron. 50 hektar janë shpronësim prej komunës, të cilën qeveria e Kosovës nuk na ka leju me jetësu që 4 vjet. 500 hektar që është i eksproprium prej qeverisë së Kosovës, me vendime krejt valide, ajo është zona ekonomike amerikane. Janë 2 projekte krejt ndryshme, po qeveria e Kosovës 2 atë ne kanal. Shpronësimi e nënkupton njëkohësisht edhe buxhetimin. Nuk ka asnjë buxhetim në vendimin që është marrë në kohën e Ramush Haradinajt. Përndryshe për sa i përket nismës së dytë, për këtë 50 hektarë nuk e mohova, përmenda specifikisht, por problemi është se nuk janë respektuar asnjë kriter i procedurës për shpronësim dhe kalim në zonë ekonomike. Kjo është çështja, janë 12, as studim fizibiliteti nuk kanë bërë që është kushti i parë. Tash nuk është halli, nuk është problemi i qeverisë, është problemi i komunës.